Jo gjithmonë do t'u them me karrocë, jo gjithmonë do t'lëvizim me karrocë. Mami edhe babi do t'i marrin bebat këtu përpara, edhe për këtë gjë kemi porositur këto të dyja. Vajzet e bebusheve. Më duket se ka marrë ngjyrë tjetër për qefin tim. Edhe po, nuk ka marrë ngjyrë roz, shikoni sa i bukur është. Bëhemi gati për shëtitje, po jo vetëm për shëtitje, edhe për në aeroport. Ja kështu. Mami kjo. Ndërkohë, babi ky, me të zezë, më serioze. Tani e kam lënë të fundit se është produkti më i nevojshëm për të gjitha mamat, me 1, me 2, me 3 njak, apo me 4 si rasti fundit në Shqipëri. Ky këtu, e mira produkteve të Mom Kozit është që kanë lehtësuar jetën e mamave, na e kanë bërë kaq të thjeshtë të gjithë eksperjencat. Edhe sterilizuesi që është 3 në 1, jo vetëm sterilizon, po lan edhe than produktet e bebeve, duhet patjetër në çdo shtëpi. Ne e kemi vendosur, kemi filluar ta përdorim, edhe unë do t'ju bëj një video të gjithë rutinën tonë për të parë se sa thjesht e bën. Na ka eliminuar tenxheret për të sterilizuar dhe për të zier në shumë temperaturë biberonat, e shumë orë të tjera pastrimi dhe disinfektimi për biberonet. Ky këtu, në mast për të gjitha mamat. Ky është e gjithë furnizimi i mamit edhe bebave për këtë muaj, shihemi në story me përdorimin e tyre.